7 vite Drejtoria e të Ardhurave Publike dhe Ministria e Financave kanë lejuar disa individ dhe kompani të pasurohen në llogaritë të buxhetit. Në këtë mënyrë, prokuroria speciale Katica Eneva e filloi konferencën e djeshme, ku zbuluan 4 raste të reja për krim financiar. Janeva në paraqitjen hyrëse akuzoi se institucionet nuk i kanë kryer obligimet ligjore. Alsat më ju drejtua Drejtorisë të Ardhurave Publike dhe Ministrisë së Financave. Kërkuan përgjigje pse nuk i kanë detektuar dyshimet e mundshme për evazion në lëndët Total dhe Tiffany. Drejtoria e të Ardhurave Publike me përgjigje pa përmbajtje. Të dhënat dhe informatat, dorëzimi të cilave mund të paraqet shkelje të besueshmërisë së procedurës tatimore, gjithsesi të gjitha dokumentet, informacionet, informatat ose fakte tjera për obligues tatimor tek të cilët DAP, gjithsesi personi zyrtar, i ka mësuar në procedurë tatimore, kundërvajtëse ose gjyqësore nuk janë lënë komunikimet me opinionin dhe mediat. Nga Ministria e Financave thonë se vështirë mund të komentohen pohimet e speciales. Deklaratat mund të jenë të vërteta ose të pavërteta, ndërsa Ministria e Financave nuk është kompetente që të kontrollojë vërtetësinë e tyre, por se kompetente është gjykata. 2 nga 4 rastet e reja të speciales janë për evazion fiskal. Përmes lëndëve Total dhe Tiffany, Janeva do të tentojë të dëshmojë se kompani dhe individ nuk e kanë paguar tërësisht tatimin e shtetit. Ato kanë blerë sende të shtrenjta për veten në emër të kompanive. Neni 279 nga Kodi Penal për evazion fiskal parashet dënime me burg. Nëse shuma e obligimit të papaguar ndaj shtetit ka vlerë më të lartë, dënimi me burg është prej 6 muaj deri 5 vite dhe dënimi në të holla. Nëse evazioni është shumë i lartë, dënimi me burg është minimum 4 vite. Krahas lëndëve Total dhe Tiffany, specialja zbardhi 2 lëndë të reja. Bëhet fjalë për raste Tabela dhe 300. Në këtë lëndë dyshohen ndihmës ministri për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta në Ministrinë e Punëve të Brendshme për furnizim të automjeteve zyrtare dhe drejtori i një shkolle fillore në fshatin Zajaz për shpërdorim të detyrës zyrtare.